Zjarri është rishfaqur gjatë natës në vatrën e Gojanit të vogël në territorin e bashkisë Puk, ndërsa avion operacioni për izolimin dhe shuarjen e plotë të flakëve, që prej orës 1 në terren janë angazhuar 5 mjete zjarrfikëse dhe 18 efektiv të MZZ-s Puk, së bashku me punonjës të shërbimit pyjor, strukturave vendore dhe banor të zonës. Në orët e para të mëngjesit operacionit janë bashkuar edhe 20 efektiv të forcave të armatosura, të pajisur me pompa shpine dhe mjete të tjera për ndërhyrje. Ndërhyrja nga ajri me helikopter ka nisur që në orët e para të mëngjesit, bashkëpunimi mes forcave ajrore dhe atyre në terren ka bërë të mundur izolimin e vatrës në Gojan të vogël. Ndërkohë vatra në Prozhëm Shkodër raportohet e izoluar dhe vjen të mbahet nën kontroll të vazhdueshëm. Sipas autoriteteve, aktualisht situata paraqitet nën kontroll dhe nuk ka rrezik për banesat. Forcat në terren vjojnë punën për kontrollin e perimetrit dhe monitorimin e zonave të prekura, me qëllim parandalimin e riaktivizimit të flakëve. Situata po monitorohet nga Prefektura Qarku Shkodër në koordinim me AKMC-n, Bashkinë Puk, forcat armatosura dhe strukturat e tjera të mbrojtjes civile.